duke filluar me takimet e rreshtorat që kemi pasur, edhe me ndërkombëtarët me zonjën Kandiq, ajo pa të përmendur që ka evidenca dhe dëshmi që 250, ndoshta deri në 750 persona mund të kenë qenë të djegur në përfurnalta duke filluar nga Trepça, Bori, Maçkatica, janë furnaltat që janë përdorur për zhdukjen e të njëjtëve, sepse këto janë shkritorët që gjatë shkritorës së metaleve të zeve kanë temperaturë mbi 2500 gradë. A keni mujt na herë me tu na njëna për çdo shkritor? Kemi tu, me Bori, me këtë gjithat para është edhe teoretikisht e shkencëtarisht e pamundur të gjinde diçka, sepse ju thash 1250 dhe 1500 gradë për të zhdukur edhe pjesa kocëkore e njeriut, aty është 2500, thjesht ajo është tym. Dhe është e pamundur të identifikohet apo të gjendet ndonjë dëshmi për të njëjtën. Janë raste për të cilat edhe është vështirë që të gjenden, e kjo është ajo të cilën e përmendi avokati se ka njëherë ne detyrohemi ndoshta edhe do të jemi të këqij për familjarët, por me një farë forme edhe tentojmë të tregojmë që disa nuk do të gjenden edhe kur për shkak të rrethanave të cilat kanë kalu. Pra thjesht ne nuk i kemi evidencën atë numër, është nga bisedat me zonën Kandiq, përderisa te shteti sërb nuk të jep me ligjë që po, për shkak këta në emrat të cilat në ndjek, mirësi për këtë.